Përshëndetje, shenja e luanit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 1-7 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm oracle. Atëherë, në gjendjen tuaj personale kemi 6 kupat, 4 kupat, faqja e kupave dhe njeriu i varur. Këto karta flasin se gjendja juaj, duke u përfaqësuar nga 6 kupat, 4 kupat dhe faqja e kupave, tregon se ju jeni shumë të lidhur me kujtimet, nostalgjin dhe një nevojë të fortë për shërim emocional, por rrezikoni të mbylleni në vetvete nga mërzia ose pakënaqësia aktuale. Njeriu i varur tregon një periudhë pezull, sakrificë të vetëdijshme dhe ndryshim perspektive, ku ju kërkohet durim për të kuptuar pse disa gjëra s'po ecin me ritmin që ju dëshironi. Kartat këshillojnë të lejoni veten të ndjeni nostalgjin, por mos jetoni vetëm në të shkuarën. Një ndryshim këndvështrimi mund të sjellë çlirim emocional. Kalojmë tek familja, ku kemi 2 shkopinj, 6 shkopinj, 5 shkopinj dhe 6 shpatat. Në familje me 2 shkopinj dhe 6 shkopinj, flitet për plane, vendime në horizont dhe nevojën për t'u ndjerë i vlerësuar brenda familjes, ndoshta duke marrë më shumë rol drejtues ose duke bërë një hap të rëndësishëm. Me 5 shkopinj dhe 6 shpatat, flasin për debate, konkurrencë ose tensione, pas të cilave vjen një lëvizje drejt qetësimit, ose duke ndryshuar qasjen tuaj, ose duke u larguar nga energjitë konfliktuale. Kartat këshillojnë të zgjidhni betejat që ja vlejnë dhe të kërkoni dialog dhe jo fitore me çdo kusht. Kalojmë tek dashuria, ku kemi 10 shkopinj, 9 shkopinj, perandori në të kundërt dhe kalorësi i shpatave. Në dashuri, me 10 shkopinj dhe 9 shkopinj, flitet për lodhje, barre madhe emocionale dhe një ndjesi se keni mbajtur gjithçka mbi supe për një kohë shumë të gjatë, por ende jeni në mbrojtje me 9 shkopinj dhe nuk dorëzoheni lehtë. Perandori në të kundërt bën fjalë në fakt për energjinë e dashit, do thoja unë, që mund të jeni ju vetë në ascendent ose mund të jetë një figurë që ka këtë lloj energjie, pra një partner kontrollues, autoritar dhe emocionalisht i ftohtë, ose ka një mungesë strukture e kufish të shëndetshëm në mënyrën se si menaxhohen marrëdhëniet. Kalorësi i shpatave mund të jetë energji komunikimi e vrullshme, debate, fjalë të nxituara ose hyrje e papritur e dikujt që është shumë e drejtë për drejtë, por jo patjetër emocionalisht i butë. Ndërkohë që sfida kryesore është që ju ose personi juaj të mos lejoni dhimbjen t'ju bëjë cinik në dashuri. Kalojmë tek puna, ku kemi asin e kupave, 8 monedhat, 7 kupat dhe 5 kupat. Në punë, asi i kupave flet për një fillim të ri edhe emocionalisht të përmbushur, që ju jep motivim, frymëzim ose një projekt që ju mbush me ndjesinë e kuptimit. Dhe 8 monedhat tregon fokus në zhvillimin e aftësive, një punë e palodhur. Kjo është javë e mirë për të punuar seriozisht mbi zanatin tuaj. 7 edhe 5 kupat shpalosin konfuzion, mundësi të shumta, iluzione ose pritshmëri jo reale që janë të shoqëruara me zhgënjim ose keqardhje për diçka që nuk doli ashtu siç e kishit menduar ju. Kartat këshillojnë që të zgjidhni një drejtim konkret dhe mos të idealizoni opsionet,
Pra pranoni çfarë nuk funksionoi dhe përdoreni si mësim, jo si arsye për t'u dorëzuar. Në Prism Oracle ne kemi Pain, dhimbje. Dhimbja flet për dhimbja aktuale që ju jeni të mbushur, por kjo duhet të shërbejë si katalizator për vetdije, jo si dënim. Dhe emocioni i fortë që ju ndjeni është sinjal se ka nevojë për shërim rrënjësor, sidomos në raport me të shkuarën dhe marrëdhëniet. Kartat këshillojnë të mos e fshini dhimbjen, por ta pranoni, ta emërtoni dhe ta përdorni si piknisje, sepse kur pranoni plagët dhe i ktheni ato në urtësi, nuk do të jetë e nevojshme të shtireni se nuk ju dhëmb asnjë gjë. Unë ju përqafoj dhe deri herën tjetër, kujdesuni për veten. Paçim!